Temperaturat e larta kanë përfshirë qytetin e Vlorës gjatë fundjavës, duke e bërë që shumë pushues i drejtohen Bregdetit për t'u freskuar. Termometri ka shënuar 38 gradë Celsius në orët e mesditës, ndërsa fluksi në plazhe është rritur ndjeshëm. Pushuesit shprehen të kënaqur me bukurinë natyrore të zonës dhe nënvizojnë rëndësinë e ruajtjes së pastërtisë, sidomos në një periudhë ku prania turistike është më intensive dhe ndikimi mbi mjedisin është më i ndjeshëm. Po mirë hapësirë ka. Po kënaqemi, shumë mirë. Pasërtia te diku mirë është. Te tani që duket. Me krahasu me këto vitet e kaluara më që duket. Unë kam qenë nga hase. Po thuj se çdo vit vjen. Po, Vlorë, Elbasan vjen më shumë. Po qetësia, pastërtia, ujiti më i pastër, pranaj vjen edhe më shumë. Shumë bukur. Ambienti i përshtatshëm, shumë mirë. Nga Tirana po bëjmë një vizitë edhe duket shumë mirë. Vim, sër kemi kohë dalim në për vende të tjera Vlorë. Shumë mirë. Po se na pëlqen edhe për variacion, se shkojmë dhe në vende tjera, po dhe Vlora ka të lezetën e vetë, është qytet i bukur. Pastërti mirë. Ja, që parë pam një person që erdhi i foli një gruaj që kishte lënë ca plera atje, vajtja i mori dhe jo, ka shumë, ka pastërti. Ka edhe mbajnë vetë njerëzit, jo se ka njeri që shërben do, dhe është gjë pozitive. Plerat i dhe aty, ne kemi kërkues dhe vetës. Shumë mirë. I pastër, po kisha dhe sa çadra ka dhe për mësime. Jo, ne jemi në Elbasani, e dyti vit. Na pëlqen, se është ka rahat, respekt me njëri tjetrin. Është vend i qetë, është i pastër, po shumë. Po duhet jemi edhe ne që të majmi çik pastër, mos të hedhim mbeturinat. Shumë i miri, do me thënë, ja kalon vendeve më të pasura në botë. Shumë mirë fare, nuk ka do me thënë më pastër. Shumë bukur. Edhe shumë mirë fare, jemi shumë të kënaqur nga kjo qeveri, të vazhdoj kështu si që kemi nisur, do me thënë. Po shumë mirë, edhe unë që dhe njerë fora unë, edhe unë gjashtu e sollën ujnë, edhe gjana më ndryshe, më pastër. Shumë mirë. Që në fillim ishën qikë, po i ka vëndona i kryetari, shumë mirë. Mësa normale. Gjë normale për kushtet e Shqipërisë të janë. Këta privatët janë më ndryshe, kanë roje gjithkohë, ndërsa këtu është një roje dhe shumë mirë. Shumë mirë e mirë mbane, kam parë që e pastron, me gjithmonë dhe pastron. Jo për dojnë reklam kështu, por e vërtet që e pastron këtu ku jam mund pak. Vlora po konsolidohet si një destinacion që kombinon bukuritë natyrore me vlerat kulturore, duke ofruar një përvojë të pasur për çdo vizitor. Fundjava e fundit dëshmon një nisje premtuese të sezonit turistik, ndërsa moti i qëndrueshëm i ditëve në vijim pritet të sjellë një rritje të ndjeshme të vizitorëve në Rivierën Jugore.